Ngjarja e djeshme është një ngjarje që na kërkon ne këtu të fillojmë të kuptojmë se si zbatojnë ligjet tona. Shembulli që dha zoti Braçi është kuptim plot. Nëse ne si kuvend do mjaftohemi me heqjen e pikëve në patent, një ngjarje të tillë, kjo është e rëndë për ne. Dhe prandaj po diskutoj edhe me kryetarin e Komisionit Ligjeve në kushtet që jemi pranë një faze të rishikimit të kodit penal. Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë nuk i di të tjerat, po Gjykata e Lartë e Shtetit Bashkuara të Amerikës ka vendosur konceptin e vrasjes në kushtet e vetbesimit tepruar. Dhe si koncept në rastet e këtyre. Por zoti Manja më shpjegoi edhe raste të tjera në Gjermani apo vende të tjera. Kështu që mendoj koleg që përgjigjja jonë në këtë rast do të jetë e menjëhershme, sapo të kemi mundësinë që të ndryshojmë kodin. Dhe kam edhe thirrje për Policinë e Shtetit, e cila këtë rast duhet të analizoj me shumë vëmendje. Këta të fortët e lagjeve, këta duhen bërë shembull gjithë. Këta të fortët e lagjeve duhen kontrolluar mjes, drek, dark, dhe këta të fortët e lagjeve nuk kanë se të kenë fare patent.